Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Roma shikues të televizionit Arbëria, emisioni pa titull, si çdo të dielli për orës 6 e kësaj radhe jemi me emisionin pa titull. Sonte mysafir me neve është për mua është reperja parë shqiptare edhe mandena regjisorja Blerta Zeqiri. Blerta, faleminderit që ke gjetë kohë me konë sonte në emision. Knaqësi me qenë këto edhe me pa këtë vend të ri që e keni fillu. Faleminderit shumë. Faleminderit. Blerta, çka ka treja ka Blerta rreth profesionit sajna, fillimisht? Vitet e fundit, do me thonë, ka 2 vite që jam e drejtoj qendrën kinematografike të Kosovës, edhe tash në një farë forme, përderisa deri tash kam qenë me thonë artiste, jo marrë me krijim, tash kam dalë në një pozitë menaxheriale që po dohet me përdor kreativitetin për me kry punë administrative. A i vjen kjo puna që është puna moshës tash pak ma serioze punën, po të pëlqen pak ma shumë puna menaxheriale? Në një farë forme këto punët e filmit që bëhen regjia është një farë punë menaxheriale vete, sepse është një, do me thonë, një ekip shumë e madhe të cilën duhesh me drejtu e mi kërku gjanat prej tyne, por kjo është një diçka shumë e re. Ajo që ka muj me thonë është se gjatë gjithë jetës kom pas dëshirë me mësu, edhe tash jam të mësu do gjanat cilat nuk i kam ditë që kanë qenë pjesë e industrisë filmit, po që ma herët do me thonë i kom ditë veç këto pjesë e artit, por edhe kjo pjesa Cila është e pjesa që si ki ditë, më kalzëm? Cila është e pjesa që si ki ditë, për shembull tash, që je ki mësu me... Jam të mësu se si funksionojnë fondet, se si ndahen ato, është shumë e rëndësishme për kur donë me bo filma. Ta kisha ditë ma herët, ma mirë kisha ditë me mbledh fonde. Po tash po mësoj edhe, do me thonë, po provoj që ato mësimet e mia që po i marrë tash prej kësaj anës tjetër të industrisë me i nda me kolegt edhe në një farë forme. Nga një herë, nëse diçka ka sukses apo jo, shumë shpesh varet edhe prej momentumit, sa është koha për qatë sen, sa ka kërkes. Do me thonë, është pak interesant. E lodhshme pak shto po. Pa si gjdo punë, kam shpresu që kam me gjetë najherë naj punë cilën nuk dohet me punu e veç mu knaq, po në fakt nuk kishë qashto. Krejt punët ishin punë, do me thonë, prapë se prapë kanë nevoj për angazhem. Edhe tash, do me thonë, tash jam pajtu me fatin që punët janë punë edhe gjithmonë duhet mu marrë me to. Po është interesant se gjithmonë punët e filmit, po edhe shumë punët tjera janë punë që nuk bohen bajat kur, se nuk janë rutinë, gjithmonë kërkojnë, do me thonë, gjetje treja, emergjencë punës, shka dush, gjithë shka mund e me thonë, po bajat asnjëherë, do me thonë. Po nëse ka gjithmonë risi ndryshme. Ose muj pa e lonë më këthy të koha e kalume, edhe sidomos të muzika, që ti ki bo në atë kohë. O kom befasi, kër e kena pa një fema në rap, o ko një rap ko gjemi në atë kohë, po flasë për në atë periudën vitet 90, nëse si jam gabim. Apo më tregon paka shumë qka bam, kusha bam, edhe ka lind ideja e bamit. Bam kemi qenë 3 shoqe, Blerta, Anila, Mimoza, bam. Kemi fillu qashtu me bo muzikë për qefe, në shpe, me do bita që i dajshim mes të kongëve, që ka mu ishim me gjetë, së në gjeshim sene. Po dhe mi kombinu, tani kur ishtë naj kongë që kish bit ma të gatë, që ato e përdorshim për me bo. Mi bo tekstet e tona. Unë zakonisht i kam shkru tekstet, Mimoza ka qenë ajo e cila i ka këndu kongë, sepse ka pas zonin shumë të bukur, ajo edhe sot është këngëtare, tash është Mimoza H, Mimoza H, jeton në Kanadë edhe punon edhe bon muzikë, do me thonë. Ashtë e vetëmja që ka vazhdu me muzikë, për derisa në atjerat i kemi ndru. Po ti prap jenë me artë, prap jenë në kulturën, një farë forme. Pa i pos, që ashtu ka qenë fati im. Fati, jo. Edhe, ato ka dokë, për në shemë, ki pas
jo blokad, pa e keni pas një dëroj për shembull jena femna në rap qyshe marrin atë kohë që është po flas për vitet 90-ta, këngë që keni nisur me po, sidomos ai hiti ju aman në Gjermani që u kon. A e keni pas ndonjë farë droj, keni pas ndonjë farë tutë me thonë që qysh kanë më na prit njerëz ose kanë më thonë çe, atë që kemi pas na interesant po kur. Asnjëherë mendja për që me u friksu për diçka që po dal apo çes nuk më ka shku për shkak se e kam pas përkrahjen e pakusht të familjes. E kur e kisha përkrahjen familje tani nuk shkon nërmen me mendu ndryshe për tjerë. Po edhe kemi pas fatin që gjithmonë domethënë jemi pëlqy, ku e di kemi qenë femna, simpatike, kena dal me grupet mëdhaja në skenë, domethënë kur delshim me valltare, kështu që ka qenë eksperiencë shumë e mirë. Po, e rëndësishmja është se ajo që zakonisht janë, si fillojnë zakonisht bendet e hip-hopit, ne nuk kemi qenë ashtu, ne vetëm e kemi marrë, domethënë qatë muzikë që na ka leju mu shpreh, po as një send prej jetës të njerëzve të hip-hopit që dihet që e bojmë nuk e kemi bo, as nuk e kemi pas në qef, as nuk kemi shku drejt asaj, domethënë. Kështu që ajo ka qenë një farë lehtësimi, sepse të trijat kemi qenë zonëse shumë të mira në shkollë, i kemi bo këtë aktivitetet, kemi punu edhe sene tjera dhe gjithë shka, po atë pasionin tonë për muzikën, domethënë që ajo konë diçka që na ka dhënë jetë në atë kohë kur s'ka pas përgjë. Sa ka zgotë periuda që jeni marrë me rap? A ku një për periudë shkurtë jo? Shkurtë, gjatë, për një tri nuk është shkurtë. Naja kemi fillu kështu për qefi, veç mu mbledh si band në 92-ën. 95-ën mandej kemi dalë për herë të parë në skenë, po para se me dalë në skenë e kemi pas të inqizum një album, edhe të cilin 94-ën e kemi pas të krym një farë albumi që e kemi bo edhe një promovim aty në Suharek në për sene, po ato sene kanë hup tash se lufta i ka hup, nuk janë mo, s'janë mo ato sene. E mandej në 95-ën veç do me thonë albumin e patëm punu me Gjevdet Gashin, edhe mandej ajna tregoj që po mbohet një festival është të organizu, u qujke kënga e pranverës 95, nuk e di qka, mandej u bo show fest ai festival. E tha konkuroni me një kongë. Na i kishim krejt kongë të albumit, po në ndërkohë kishim ndryshu me ndime gjithë shka e nuk na pëlqej ke qatë shumë, se ishim gute, kishim bo albumin pa u rahatu na me kongë as me kurgjo. Masanej e kemi pas një kongë që o konë kjo botë është e madhe, e shkrujtëm qatë tekst, në zdi qka. Ose jeni frimzu për ritmit rrugës botë është e madhe, që i ka pas të kongë në atë kohë. Ritmi rrugës ka dalë ma vonë, do këtë. Edhe ata natë, qashtu diçka. Jo, ata kanë fillu natë 1, natë 2. Apo? Ta natë zezat i kanë pas kongën e parë që i kanë pas, po. E bota është e jona është natë 7, natë 8 që atë mirë i ki. Po, qashtu. Pikrisht. Do me thënë qashtu. Ata ko ka frizu për ju. Se dina krejtë. Në fakt, ajo që e kom vrejt shumë vite ma vonë, është që krejt që ajo periudhe hip-hopit, frymëzimin tem e ka pas prej një konge që o konë ongu veç në për Prishtinë, unë e kom një hera, 2 herat kongë. Po shumë sene më kanë met men, e tash kur e kom dëgjua petat kongë, e kom po, do me thonë një lajnë i tyne, të unë e ka inspiru një kongë komplet. Cila kongë? S'pjerë me është. Bon vaki është edhe kjo është jeta jonë. Se ne kështu jetojnë. Gangs in the Hood edhe Colors grupi. Po, ajo ku përket. Shumë super u kohë. Ajo ku përket. Ajo është në 91 në sesión nga bem. Hipikat null pijane, qapo da dio në hypin autobus. Kjo po të është e madhe, e ka pos qatë tem hipikat me repera tu për la. Do me thonë, e kur e kom gu mas shumë vite atë kongë, e kom pa që isha inspiru, do me thonë, najlajni atë i qasoj kongë, mu ma ka dhonë komplet një kongë, do me thonë. Tërti të cilën të mendoj, s'ka me budol dikon, kemë se t'jalshoj. Po mirë, joni pi Suarekës, si grupë edhe qytetarë Suarekës, qështu kanë pritë Suarek? Rinia në atë kohë, o kom befasi për rinia në atë kohë?
Nuk e di, kemi pas përkrahje gjithë, do me thonë, kur i kemi bo koncertet, apo najsen qato eventet vogla, gjithë kanë ardhë, po krejt ata që kanë ardhë në konë shoqnia jo, njerës me kanë kemi, do me thonë, jemi konë në për shkollën, kështu që përkrahje asë në ka mungu kur, do me thonë. Nuk di, do me thonë, me kujtu se na nuk kemi bo shumë koncerte, apo diçka ma shumë... Jo koncert vogla në për lokale në një aty këto ku mbledhen shoqënia në isë. Paj, promovimin e albumit e kemi bo në diskometi, o ka një diskotek në Suari. Sigur dite, no? Nështë ta nora 4. Po nuk kemi bo muzikë kështu që me thonë me knu live, kemi marrë pjesë në festival, në sene, po jo për një me atë jetën e muzikantit që me qenë pranë publikës gjatë. Prishtinë dhe mandena prezentimi si Grobame dhe kontakti me reperat ma të vjetër të Prishtinës, që shukon që e ndjesia saj kohës? Po shumë pak, sepse do me thonë na kemi qenë të dam një farforme, nuk kemi marrë pjesë në komplet qatë jetën kulturore që ka ndodhë këto. Kemi ardhë për Suharekës, kemi performu dhe jemi këthy prapë në Suharek. Gjatë performancës kemi fol pak me najkan, najsan kemi nda, po ka që okon dhe jemi këthy. Po, kur më vete si u kanë pritë Suhareka, asane nuk më ranë men me njëherë se kohë vjetër, do me thonë. Po, mandej të fol, mu kujtu që na kanë pritë jo pak, po tepër mirë dhe ka qenë një përkrahje shumë e madhe prej krejt shkollës edhe krejt njerëzve aty. Kur vishim në festival në këto, do me thonë atje u organizojshin me autobusa dhe vishin krejt me na përkrah. Tani me plakata, i qelshin plakata të bëmë, bërtetëshin shumë i shqefe, shumë knaqësi. Mandej kur ndodhi që ashtu puna që e fitu në venin e parë ke dhurata ma e mirë për neve, që ishtë dhurata ma e mirë për ata, që kishin ardhë në përkra. Më kujtohet o konë një artikull, do sene i kom hala, do me thonë do artikujt asaj kohë, do qështu. Duka gjenë Gorani e ka pas shkru, titullin e ka pas Suhareka, u mëson Prishtina Live, si duhet me usjel në një koncert, se ata e kallën të vërtitet. Bravo. Po gjithmonë konë interesanta e pjesa kur del në binjë që kena thonë për para, mikrofoni, e fartinkull, të vartë. Na do ishim playback i kena pas, s'ka pas. Kimi ka pas playback, pa mikrofoni, desh me shu pak me përti, dajte dur të naltë, se qka do qofë. Qatë kohën, kur është dalë edhe aman Gjermani, u konë hiti i asaj kongës, u konë aje periuda që shkeshin njerëzit në Gjermani me ikë, me shu venin, fundi 90, nëse s'ka pa jo 95, 96, që të dykon për pësej. Kush ja bu një kongër e kalit një ideja saj, sa dhe teksti është diçka fenomenal. Nashtë edhe sot ka pak, si kur e ngoha para do dite, apet janë do të thana si kur të sotit që vim për jashtë diaspora, se qka dhe qofë. Do me thënë, na në fillim punu me Gjevdën, ma ne Gjevda na referoj me shku të Ilir Bajri, kemi punu plot do kongë me Ilir Bajrin, në ndërkohë dul Enis Presheva, dhe kur e dëgjum, shumë revolucion të madh ka bo. Edhe kur e dëgjum, do me thonë, muzikën e ti e sanët ka shumë inspiruse, dhe mandej, zakonisht që ashtu shkoj, ke unë i shkruisha tekstet, më vishin në i moment caktum ku e diqyshe dhe i shkruisha, mandej, që ashtu e shkrujta tekstin, shkum të Enisi, ajna i boni, do me thonë, bitin e kongën, shumë kam qenë që ajo ko një farë identifikimi për grupin BAM, që ato njerëzve ka njoftë grupin BAM, kështu në përgjithësi. E viti 3 e ka bot vetën. Edhe valoni mrava të kësi, për t'jën kënda. Për që shprit te për mi që ajo kongë. Ajo kongë, do me thonë, është inspirimin e ka pas për gjendjes aktuale, natyrisht, po një inspirim shumë të madhë ka qenë se në qatë kohë, do me thonë, Mimoza e tojke në Prishtinë, gjithmonë ajo ka jetu në Prishtinë. Dajti ka pas në Suarek, kështu që kur vike atje, na qashtu pa të mbo, u ledhëm, u miqësu, edhe tani gjdo vikend gati u mënojshim u bo bashkë për me bo diçka. Anila është shoqja jam e ngusht, e cila në atë kohë për shka që
të presione që kesh familja e saj në atë kohë u desht me dal prej sistemit, u desht me dal me shku në Gjermani, edhe ajo shkoj në Gjermani, do me thonë. Kështu që inspirimi ka qenë mungesa e shoqës që e kom pas aty. Po në të njëjtën kohë, do me thonë natyrisht Suhareka vend i vogël, vend që o majt gjithmonë prej gyrbeqarve, kulturën e krejt, edhe sot me shku në Suhareke ka një farë kulture mas i Zvicra, mas i Gjermania, se që ashtu është ma pastër, nuk gjujnë shumë sene në rrugë. Që veni jetë qysh? Qysh? Që veni jetë qysh? Qëre, veni jem, po përveç asaj, unë që një kohë gjatë jam që jetu në Prishtinë. Më ka ra me jetu edhe në Paris edhe gjithka. Gjithka jo, po edhe në Paris. E me pa venet të lifare. Po edhe në Prishtinë ka shumë bërlog njerës që janë shumë papërgjetshëm, gjujnë gjithka, heq nuk e ruajnë të hujen. E vrejsha një kohë gjatë kom punu me Dokufestin si mësuese e shkollës filmi dokumentar, edhe mbike shpesh me shku Suharek, Prishtinë, Prizren. E gjithmonë me kalu në për Suharek. E vrejsha dalimin sa e pastër u bëj ke rruga prej momentit kur hishim në komunë Suharekës te i sa delshim, nuk kish bërloga në rrugë, gjojtën, sene. Eventualisht nëse më ishe me pa naj bërlog, ish i grumullu mbrenda naj shpis naj kuj që është të prit mu largu. Okej, si pik orientimi. Super. Më doke që edhe kultura edhe që si sene kanë ardhë pak pi Zvicere do që se e kanë pru. E kanë pru, okej. Masi kje veç të bame ama në Gjermani, kisha pas që me ngu, ma dhe na më këthy prap në pjesën tjetër të intervjisë. Kanjo, për s'kejt rrit, po dolin jasht, po mendoj se perendimi ton atë mirat i kanë, te dit, e kun bakqia tu i punu, te dje shkollë si ka nuk din miras me shkoas me lezu, kur t'vin mas 4-5 vete, ja nisin me rashit me, kishe shpejt po mërzitën se nuk po rrihet në këtë bandi, bojnë 4-5 mi morta edhe e blejnë një kërë, hypin top, vinte na edhe shitëm fra
që ti dojnë na vesh për pare, por ashtu unë fare nuk mendoj se ata nuk janë të këqij, po na ndihmojnë këtë e pranoj se gurbeti ma t'legu zemër këtë nuk mund ta mohoj, se shoqja ma e mira Nila dhe mund gërbet më shkoj e tjera ju duhet me diçka, po tu me thonë se ju moj kalim deri në mëngjes vetë të me malon më së miri, mu tani më vjen me më shirgojën sa s'ja kum nis me marrë në përgoj dhe krejt opojën tu nge bashkë, kriti që bëmë njëni tu engu edhe selin kryesor mos t'harroj, po tu me ju falenderu. E ngum aman Gjermani, edhe veç një pyetje pata, a keni menuar herë me abona e spot, a ka mjaftu që ajo e vitit të ri? Po që ajo e vitit të ri ka qenë veç pak para se... Që ajo e vitit të ri ka qenë pak para luftës, do me thonë, në konë kaseta e fundit e vitit të ri që o bo dhe mandej o bo lufta. Edhe që kjo, po, 98. 98, okej, se 99 besoj që kom pak më herët, 97 ose 98. Viti i ri 98 në shta o konë, po s'ka pas kaset tjetër mas kësaj. Se o konë situata shumë e ronë edhe do me thonë që kjo o konë e fundit i bjen. Se di që kemi, që tash nuk po më kujtohet, po viti i ri 98 e ajo u gjiroj ke 97. Po te 97, 98 viti i ri. Studente e dramaturgjisë, se di profesori e Krem u konë regjisore i kësaj ahengut organizimit. Se është bo prej labjes edhe më kujtohet profesori ka qenë regjisori i asaj. Po, do me thonë u bo lufta edhe ndrun mendimet, ndrun dëshirat, ndroj gjithë shka, do me thonë për këtë arsye s'kemi menu për videoklipe, a kështu për ndryshe, si kur t'kish qenë një moment tjetër, pa tjetër që kishim menu për videoklipe, se si me thonë, unë e kam pas një videoklip ma herët për një kongë cilën shumë pak o ndëgju, ndoshta, po e ka pas një farë kohët vogël, e videoklipin e asaj kongë e ka pas bo motra jem Lendita Zeqiraj, që është regjisore tash. Edhe ka qenë shumë inovative i bukur e interesant për atë kohë, se s'ka pas gjana tilla, do me thonë me VHS, e ka bo krejt. Diçka të pana mrapa një pjesë i koncertit asë është Jo, s'është as pak, është një videoklip me do ngjyrat bardha, me diçka shumë o konë inovative për atë vakt, do me thonë. Kështu që gjithçysh i kishim bo videoklip, po ka situata që mos o menu për kur gjohë dhe veç kemi vazhdu tutje. Ti e marrë mandena përveç muzikës që me tanash që marrë edhe me filma si regjisore, ki marrë pjesë në për festivalet ndryshme, apo sidomos me filmin Exit u konë në Cannes, nëse si jam gabime? Jo, në Cannes, u konë një festival në veri të Francës, jo Cannes që është një fan, po. Cannes, ata i thojnë. Aty, po, ka qenë shumë interesant se këtë film, do me thonë, kemi punu bashkë me Lenditën, dhe ka qenë, si me thonë, filmi i parë mas luftës, që është boj, që është paraqit, nështë që është boj jo, se nuk e din njeri kush shka o bo, po që o paraqit në për festivale ndërkombëtare, na e kemi qu filme në për festivale, as pa e dit hala qka është festivali i filmit, as shka, veç në shkolla atje ku isha në Francë, na referun, thanë, dohet me qu në për festivale këtë film. Okej, shka e në festivalet, hajde peqojnë. Mandej, në festivalin e pare fitoj shpërblimin kryesor të festivalit, e ke një boost shumë i mirë, një, do me thonë që me vazhdu me umarë me këtë profesion edhe atutje. Qysh ke puna për që e procedura me që filmin, a deshët qysh dhëtë me që filmin, kaseta, mbeta, atëherë u deshke i qëshë, do me thonë, kure qëshë filmin e qëshë në videokaset, për selektim në fillim, qatë proces, do me thonë, ma mësu në shkollë qysh dohet me bo, e bëjsha, unë e mësova, bleshin videokaseta me plotu, deshke se cilën herë me shtini videokaset, me lëshu me qitë prej mini divis në këse në kaset për me inqizu e me bo kopje mi qunë për festivale. Edhe i kishim qunë për plot festivale, ka kishim po as me ditë që mi këqyr, as... Edhe... si me thonë, na kishin kontaktu festivalin, se kemi pa, ku e di, tani na thirin me telefon, edhe na, do me thonë, zbesojmë absolutisht heq që o selektu, a jeni të sigurt? Më kini dhiru mua diko tjetër. Po ka qenë shumë përvoj
interesante, domethënë. Janë do filma prodhimi i Kosovës, bashkëpunimi ashtu me Maqedonisë, kryesisht ose me Shqipërinë, po zakonisht filmat që janë bo ashtu e pak para luftës, po dhe mas luftës gjithmonë janë komet si tragjedi, gjithmonë janë gonë si filma të dënshëm. Janë do filma që mënu me bo pak aksion, po o pak problem të na, ja nuk dina me lujt, ja nuk e di që o problemi. Apo më tregon ku është filmi përgjithësi po flas në Kosovë. Filmi në Kosovë. Pikandit tonë si regjisore. Sidomos në këtë 10 vjeçin e fundit, është zhvillu jashtëzakonisht shumë edhe kemi arrit me bo filmat në një kvaliteti që do me thonë bota më naj pas lakmi. Pse më naj pas lakmi se kemi një buxhet shumë të vogël, po një kreativitet shumë të madh edhe rrëfime shumë. Kështu që tash në atë vaktin në fillim kur e kom qu filmin nëpër festivale, nëse shkojsh në festivalet filmit, s'ke shanca najherë me nina i kanë të folë shqip. Kur, se s'ka pas, nuk jemi qenë përfaqësuar, domethënë kërkan. Gjuhën serbokroate e nishe gjithandej. E më kujtohet që në atë kohë lakmojsh atë isha, a bohëm najherë na qështu. E tash domethënë 20 vjetë ma vonë, 20 sa vjetë ma vonë për bjen, kur shkoj në për festivale, është e pamundshme me qenë, mos me pas asnjë shqiptar. Kështu që tash të një gjuhën shqipe të u folë në për festivale filmi, në për them se po. Bravo. Në regjion, për shembull, ty si regjisori ke këshyrë dhe filma, për shembull, shtete fqinje që pregaditën të na, a mujna me konkuru paka shumë, a jenë si të njëjtë, a jena një hap ma përpara, për shembull, nëse krahasojmë me muzikën rap, jena shumë ma përpara se po flas për regionin përgjithësi të Ballkanit. Po me filma qysh jena? Me filma jena gati se shlirshëm, gati se po thëm, jena të fartë, gati se. Në qëto kohë të pakten. Hiq ma largë se vitin e fundit, do me thonë, në festivalet A kategoria, në festivale shumë të rëndësishme që marrin shumë pak filma, për shembull, vjet festivali Rotterdamit i ka pas vetëm 10 filma të shkurt që i ka pranu, e në qata 10, 2 janë kont Kosovës. E plot shtete asnjë. Do me thonë, kjo e kallzon një punë të mirë që po bohet në treva tona saj për këtë filmi. Cilë është zakonisht zhanri që i pranojnë për festivale? A do të me identifiku diçka gjithësysh atë vendin, a s'ka të bëj kur gjë lidhe me tragedinë ati vendi, ose çka dhe gjuhë? Qërto? Nuk ka të bëj në sen me trageditë e vendit apo me sene, po e vërteta është se festivalet në përgjithësi i kanë dëshirë do filma që janë pak më, që të shtinë me mendu, pak më si me thonë, nështë ajo shumë të gëzushëm. Është një lloj tjetër i filmave. Po, mendoj se edhe festivalet ja kanë nisë tash pak me ndryshu, edhe me ndryshu pak që qasje, jo domosdoshmërisht me qenë rrëfime të dhëmshme apo diçka, po me fillu me kërku edhe diçka tjetër. Po, te na, do me thonë, jemi shumë në hap me kohën, edhe po më duket që qato gjana që po kërkohen botë, na pak si po dim kur edhe pi paraprim, kështu që shpresoj që ka me pas një ndryshim sa i përket kësaj pjesë. Filmat që me metro shkurt që kanë marrë pjesë kryesisht në për festivalet ndryshme në Cannes ose kudo qoftë, a është puna që është lyp qashtu, a është problemi që të na fondi është i shkurt dhe ta dikton me bo filmin në shkurt? Gjitha festivalet i kanë kategoritë e vetat, filmit shkurt, filmit gjatë, ato këto. Na jemi kanë prezent me filmat shkurte, me filmat gjatë, me gjithë shka, do me thonë nuk është se na ka mungu kjo. Po duhet me ditë se me të vërtet janë shumë kompetitive këto festivale, dhe është shumë e vështirë me qenë pjesë e tyne. Shtetet tjera kanë çfarë fondet mëdhaja të filmit, edhe nëse një film e kanë në kompeticion të një festivale, ata mburren gjithë vitin që kemi pas vit të suksesshëm. A na jena lazdru shumë, do me thonë, se tash po jena gjithka edhe nuk po marrim pjesë non-stop e nuk po është për mu tranu qaq shumë, do me thonë, po menoj që është një situatë shumë e jashtëzakonshme, po. Shumë mirë. Blert, na jena ka fundi emisionit dhe ti je nane 2 fëmijëve.
edhe si njeri që ju ki përkushtu gjithmonë kulturës, identifikimit muzikës, filmit në përvene ndryshme të botës, po fëmijët tua janë t'inkuadru me që në muzikë ose në film ose në teatr diçka dhe ti kanë ngu këngët e tua? Nuk e di a i kanë ngu të gjitha. Okay. Ama në Gjermani menoj se e kanë ngu se ju ka dalë tash në këse kështu që i këqyrin. Real-a? Yes. Okay. Ju ka dalë në real. Fëmijët e me, çka me thonë, për mos me t'inglu pa lidhje, po më doket që janë shumë talentum. Të dytë janë në muzikë me talente t'jashtëzakonshme që asnjë çfarë unë nuk kam pas, do me thonë. Do me thonë, ju bin disa instrumenteve, jo veç një, në për grupet ndryshme janë dikun bubnje, dikun bas gitar, dikun gitar, vokal, gjithçka, do me thonë, instrument në krejt gjanat. Më duket që janë shumë talentum, po sa i përket filmit, të dytë kanë pas, kanë ditë me montue, i kanë kuptu këto gjanat e filmit shumë herët, si shumë të vogjel, po i kanë ma shumë po më duket po i tërhjek muzika. Qika një kohë ka punu me animacione, i bëjke shumë për menim temin shumë interesante, do me thonë, na në këtë fushë si jemi kohën asnjëherë, po ajo që ne i shkojke mirë, po tash të dytë janë të fokusuar shumë në muzikë edhe që aty po ndjehen shumë mirë. Talentin nuk ju mungon as pak, ato me siguri e them se ma kanë thonë edhe ata që din, edhe unë pak di so që s'di kur gjo, po do me thonë edhe ata që din e kanë thonë po. Kështu që shpresoj shumë që kanë me bo që ato që ja u donë zemra, sepse është shumë me rëndësi punën që e bon me dasht, edhe me bo punën me dashni. Që ajo ta zgat jetën, ta bon jetën ma të durushme, ma të bukur, me pas dëshirë mu qunë mëngjes, ma pak stres, ma qka do. Kështu që janë shumë të lirë me zgedh qka do që dojnë me shku, e unë në anën tjetër, bile muj mu konë pak si me provu as mësë mi imponu as kur gjo se industrit e artit janë qarsa janë të bukra edhe qarsa shien që janë të bukra janë edhe shumë të vështira se i kanë, do me thonë nuk është diçka që unë ndroj që fëmija me mu marrë me këto punë, po ata kanë mu marrë me që ato që dojnë edhe që njihen mas mirë. I ka 20 e sa vjetë që i kilo muzikën, a ngon halare pa jo? Ka njëherë. Ka njëherë, sa e ti vjetra të po, 3 vjetra gjithë shka, do me thonë, po realisht 2-3 vjetë të fundit, e kom hjek pak prej playlistës hip-hopin, sidomos vjetin e fundit, se që ashtu ka një moment që e pata një mendim që po është shumë zhurmë për kry. Hip-hopi? Po. Okej, well. Ki mujtë në G-Funk me ngu, është pak ma... Në qka? G-Funk me ngu, pak ma i qetë për tru. Paj, mu doke që s'pëdish me thonë si kur fjalime më të majtë, shumë më të mësu, kisha nevoj, tasht jam qatë fazë tjetës me gjas që kam nevoj mësimet që më vinë me qenë mësime pak ma subtile, jo ase kejt direkte, për të thëmë diçka. Kështu që kjo nështë ta e ka bo që mi hjek pak. Ka njerë i bojmë do parti me Rudina Gjaferin, edhe zakonisht shkojmë me senet 90-ave. Krejti kom pasu në Spotify, playlistat senet, kisha harru që i kom fshi. Kur shku ma tjenë parti ku janë, së një gjejshë. Që si ki fshi që pja di momentit. Pirda, faleminderit shumë që ki gjitë kohë dhe njëherë, të uroj suksese. Merci. Shikues të emisioni pa titull kaq ke personte, miru pafshim javën e ardhshme.
Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast.